Hamdi i takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatet tona qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Gjematin dërum, pasi afrohemi në kohën kur nga vendet tona dhe nga gjithë bota nisën haxhiler për shku ta kryjnë kushtin e 5 të islamit, që është kryerja e haxhit, edhe nga vendi jonë, prej trojeve tona nisën haxhiler të shumt dhe shkojnë. Dhe një prej pyetjeve të shumta të cilën e bëjnë shumë njet li të haxhit: hoxha, çka duhet me marr me veti? A duhet marrim farmerka, a trenerka, a bluza, a majica, a kjo, a ajo? Para se ta bëjmë këtë pyetje, përgjigjja ime është kështu: merr me veti sabër. Kur të nisesh për ta gjë, duhet marrsh me veti sabër. Nëse s'ke sabër me veti, sa dush mbushi koferët, nuk ka problem. Sabrin duhet ta kesh me veti. Po pse sabër? Nga shkaku se jetë e shku me grup. Problemi më i madh i njerëzve tonë është udhëtimi në grup. Mendon se 500 veta, 1000 veta duhet bëjnë si thot ki. Çka mendon ki, duhet krejt shkojnë sipas qefit këtij. E jo, pra fillim, para se të mendoj çfarë tesha duhet me marrë për në haxh, duhet të marrish devotshmërinë dhe sabrin. Allahu Gjeleshanuhu në Kur'an na thot dhe na tregon që njerëzit të marrin pajisje, mos niset durthat për ta gjë, mos niset durët në xhepa, pas një dinar, qohet haxhia prej këtu shkon 5000 kilometre, 50 euro i ka marrë me veti. More ti sot 50 euro në Tetov me shku, duhet i kjesh në gjep, jo ma larg. E qohet haxhia prej Shkupi në Mekë, në Medinë me 50 euro në gjep. Ngel pa buk, si u ka begenis haja, do në të haje, s'ka për të hangër, ka mbet në udhë, do të shkojnë në hotel me taksi, i ka autobusi, tash s'ka ta paguje taksin, edhe pse, se u ka nis prej këtu për ta gje me 50 euro në gjep. E me 50 euro edhe në Shkup, kur shkojsh, është pak problem se mund të dalet dhe njëse, jo ma larg. E Allahu Gjeleshanu u tregon muslimanve që të marrin pajisje. Po çka thot në fund të ajetit? Fe inne khajre zadit taqwa, thot pajisjen më të mirë që mund ta mirni, thot është takvallëki, devotshmëria. Pra kur shkojsh, t'ju lash për shtypje edhe të hujve, t'jese merak, shifi be çfarë haxhiler është pedant. Shife qëfar haxhiler është disiplinum. Pse krejt kur shkojmë atje, mahnitmi me haxhilerët e Indonezis, të Kinës, të Malajzis, disiplinum. Do thot njerëzi me disiplin, me kultur, me rend, me respekt. Nga ana tjetër shet disa haxhilerë prej botës Afrikës atje, shtyhen, fugin bërloke, edhe të lanë për shtypjet keqe. E tash në këtë mes, ne shqiptarët ku imi? E këtë duhet ta bëjmë pyetje para se të nismi, me çfarë shkojmë ne. E Allahu thot kur të nisësh, merr devotshmëri. Devotshmëri në zemër nere dhe nisu. Që ti jesh njeri i kulturum, jo të shkoj shtyhesh e se s'ke shku, ti dajsh kufit e babës. Mundosh ta lansh një kulturë të mirë, që u jesh merak dynjas. Edhe me ardh dikush të të pikaini be ju, valla ne imi shqiptar prej Shkupit, ti je se merak. Allahu të ka zgjedh ty të shkojsh në një vend që është i zgjedhët prej Allahut. Mekën, Medinën, si vend më i mirë nuk e ka zgjedh dhe një parlamentit dhe një shtetit. Nuk e ka votu dhe një agencion turistik. E ka zgjedh Allahu Gjeleshanu që se vendi më i mirë në botë. Jo për turizëm, por vend i cili ka begatin e vetë, që ka shpërblimet të shumta. Një namaz që e falë aty sa 50.000 apo 100.000 namaze në këtë xhami apo në një xhami tjetër. E shkon haxhia, nuk del në Qabe të falët, rrin në hotel aty. Nxehet valla s'dilet. Hoteli hoxha, çka be kjo hotel kështune? Ki mendon se në Dubai ka shku. E në haxhilerët tonë ngatrojnë xhamat turizmin me ibadetin. Mendon se ka shku në shëtitje. Nuk është shëtitje haxhi, është ibadet, lodhu pak. Dil, fal namaz, fale namazin Qabe, mos rrin në hotel.
hajde ju o xhallarët, dilni të njani na falni që këtu në hotel se s'dilet, ne për sfladi do shkojmë, këto do shkojnë 12 natës për sfladi. A ditën shkon në dyqan, shkon në market, ande nuk on zënhat. Kur on pyetje të falet në xhami, e atëri duke nxehet. A e sheh Haxhin 12 ditës në nxeftin më të madh 45 ka dalë në market shkojë shohe allton për rrejen. Po, se di martohet djali e të marrë allton atje. Se këtu s'ka allton pja gje dabere, e në 12 drekës del se ka problem, ama që ati Haxhis kur i thote në 12 abe drekën fale, e i thot nxehet bezdilën kënë nxeft. E prandaj duhet sabër xhamat me marrë me veti. Do shkoj shagje, hoxho, pse 4 veta not? Po ti si mendove, vetë dhe jesh nota. Po nuk ke shku ti nëso privata gjitha kish. Do shkosh me njerëzi, hoxho, unë zdu me këtë Haxhi, bere një qeter. Ta shene njerëzit i zgjedhin, para mendoj. Po pse o Haxhi këtë? Shumë me fyt bon natën, se ne duroj. Po ti nuk jenë shtrat me kryen tande, me njerëzit do shkojsh atje. Normal se nuk jonë ketë si pas qefit tonë, një i shkupit, një në atë qoshin tjetër, një qoshin tjetër shkupit. Nuk i kje krejt një katundit, po një katundit me i pas si cilja të tabihatin e vetë. Ti këndojt në kafe me atë, ama me një otë s'ke flet me ta, a i ka tabihatet e tjera në gjumë, nuk është njëjtë, se ne duroj. Shkojnë haxhilerët, na zinen haxhilerët. Kur ke shunë atër, na uzun gjatë haxhilerë, ka shku një hajt 3, kurse në rajonin tonë, ta shtim me 10 vjetër, e ka marrë dosti Chelsea me veti, ka dalë bëjt tavaf, të 3 haxhilerët pleshni i kalon bazdera, to prejtë se kur do vinje ki. Edhe, hiq gajlën se ka se i kalon në bazdere. Chelsea e ka marrë me veti, ka shku të bëjt tavafet, falet, t'i bëjt qefët e veta, 2-3 sahat këto pleshni në bazdere. O zotni, pse mërë ti Chelsea me veti? Po këto qeshni e hupin. E ti se hupën e i le njerëzin në bazdere. E pasaj u dësh ndërhim të vandroj modët, para mendoj. Me që kësi gjaja mbytësh me agjilerët tonë, hoxho, jastëki s'osh i mirë. Shumë jastëki fort, a i qetëri thot shumë jastëki but. A i qetëri thot hoxho, nuk e du thot bukën temci e du në sahan. Ki qetëri thot jo sahan thot se në mbush i mirë ma bërë një temci. Jo të ta bim ti një kolicë mbush e mirë edhe në lejnë i qere se vetëm ti duhet hash. Ato e kam bo planin ati në hotel, për si cilin Haxhi, për shemë ka një kokë molle, shkon Haxhi e mbush në lanin, se vetëm ki duhet haje. E kur shkoja i fundit s'ka mbet kur gjan. Po pse ka mbet pa bukaj? Jo se hoteli s'ka bo buk, po këto qjerë shumësinin e unët. Të mare, shqiptari kur shoha ati shpet s'ka mas, në ma me vel, nise dhe ti kthehet, kur beren seshde ti kthehet edhe gulashit i dale. Pse? Se t'haje sa ma shumë, s'munhët për një ditë. Po sabër o Haxhi, sabër se nuk ke shku të fryhesh atje, nuk ke shku të shlojsh kile, ke shku 70 kile të vish të kon 95 kile, nuk ke shku kilash të bëjsh. Hoxho, se gjuditin groshën këto të arabis, se kish bo si duhet groshën, se kish bo si duhet orizin. More ti 40 vjetë grueje jote se në ta gjuditën edhe ta gjidit arapi për 3 jafa gje. Po normal se a i bën haje për 1.000 veta, 2.000, 3.000, pele sa i ka në restorant ati në hotel. E ki ka qef arapi për 3 javë që amsoje tabihatin. 3 milion haxhiler ka qef të i shkojnë këti për qefi. O dos nuk ke shku vetëm ti në haqë. 3 milion, 2 milion, 3 milion, Allah je di se sa dhe jem. Nuk je vetëm ti a gje. E më susil se krejt haxhilerët ty duhet të ta bëjnë qefin. Hoxho kjo, hoxho ajo. Ja qëtë hoxhës ment a gje, për dit me ankesa, për dit me qishit probleme i qëtë pimendes vetë, kote kote, e në fund kur dhe vjet e ko, o gjallarës bëjshin kur gja, vetëm finshin a gje. Hajde ma gji një telefon, hajde ta bëj ketë, kartën, hoqo Wi-Fi-ja, ta shti pi hoq duhet bosh haker telefonësh, pi hoq duhet bosh serviser, pi hoq duhet bosh psikolog se se gjumi, u ka mërzit, hoqo e mërzit së rijet kur të na qojnë në shpi. Po ti o Haxhia e ke ditë se prejnë këtë datë, derin këtë datë jenë në Arabi, po, e po qka lipën të ashtin special, jëmë mërzit. E gjemat, duhet do sende, pak sabër të kemi a gje. Shkojnë haxhilerët tonë, i badet bën. A ke shku në haqë? Po, vendi ma i mirë i zgjedhët për Zotit. Bën i badet. Dita Arafati, dita ma e mirë e vjetit, dita kur Allah i pranon duat, shkon të ishe haxhilerët kanë marë karta lujnë. Karta kanë marë në shator ati.
Ditë Arafat, vetë se të bëjë dua ato karta luj. Qetri ka marrë dominët. O, ti ku ke shku, për çka ke shku be agje? Se ne ka marrë kafën me veti me gjitha stallin ta marrë grupin, edhe agje ta keze pak të luje, se u ka mërzit agje. S'dishim gjithë bëjmë be ditë e gjatë. Ka normal ditë e gjatë. Pra që lirë tonë, dita shumë e gjatë gjemat, se s'din gjithë bëjmë. E se Kur'an, këta xhilerët kur shkojsh ti shofsh atje, kanë marrë një kitab, një musafu kanë hunë, lexojnë tonët e kanë bënë një kruk atje dhe t'ja kanë krisë muhabetit. Dam, filoni kështu, a e po e ki agjia. Po ki kur gjati ta shifsha qetrin. E ne merna për gojt njerëzit, para mendojnë. E njoni njëherë kalzojt një haxhi thaert, një arab i kish marrë një 3-4 Kur'ana në i prunë. Ja, faleminderit si domne, meri, s'dim të lexojmë as njoni. As njës dim të lexojmë Kur'an, ne muhabet dim bëjmë. Të hunqme që këshu rreth, Kur'an s'dim, ja dim për menç në Kur'anin. Ketë hunqme të kalzojnë ders, ama të lexojnë s'din, ama ders të kalzojnë, se kajmë problem. Meri Kur'an dhe t'i kështu i thonë arabit, venin raft agje, e vazhdojmë muhabetit. Ketë falen, dhe një bën të spi, dhe një lutët, një dua, një lexon Kur'an, tonët e kanë boni rreth ati muhabetit që kanë krisë. Prandaj duhet do gjana kur të nisësh pak ti hek shpitronit. Do të tabihate leni këtu. Prandaj është mirë që haxhia kur ta vendosë të shkojë në haxh, jo të shkojë çeçaj të vinje çeçaj. Po të mundosh ndryshojsh pak. Se kjo është edhe esenca që ti të rilindish. Prandaj thot pejgamberi alayhis salam, kthehet kur të vinje, kthehet si ditën kur ka lind prej nanës vet. E si lind? Të lindish do thot rilindje shpirtërore, edhe pa gjuna, po edhe mentale, të bësh një rilindje mentale, ta ndryshojsh pak mentalitetin, mos i është qaj si ke shku, si ke ardhë. Shko në gje, jo të bëje ibadet, jo të mirët me dë një sen që ka është esenciale, 30 ditë hoxën kërkush se pytën për fe, kërkush se pytë për mesele, pytja mas shumë ti që botë hoxë vifia, hoxë interneti, hoxë si ta shluj live, si ta bëj këtë program, dhe thot që këto janë të problemet ma të mdoja. Një nuk pyti, hoxo, që ki vend ku kemi ardhë, qëfar historieve ka, gjika ndodhë që këtu, pse na pruhet që këtu. Ato ustjarohet, ti ustjaron këtu, a i ka shkua që bëm foto, selfie, edhe ta shkur dhe nismi për shku, hoxos da kalzut kur gjabe, po si dhe të kalzojmë ne folim këtu, ti ke shkua që bëm selfie, ne 20 minuta këtu të regojmë, ti masandet në tej këtë vish, s'keni kalzu kur gjabe. Po ta shtu i special dhe ta kalzojmë. Shif ku jon ketë, ndalu edhe ti. Vin haxhi o haxhi, habe si ka përceve. Valla jam ndali, kam një ato stupët Medine, i kishte 120 stupa, i kishte... Po t'ja arhitekturën ke shku ta mësojsh a gjeja, qka ke shku? E kam një, qka që hapa? Njani halis që kështu gjemat, kemi shku ta shohëm para 2 vjetve, edhe në kalzoj dhe halis mirë sa stupa i kish, edhe tha e kam matë tha me hapa për zgjatje në për zgjani. E këshirim që bëjsh beja të ashtë folish, në gjëta, shtojte që ka që hapa i kish kështu, që ka që kështu, thua ti se ki është arhitekt, duhet ta renovire këqabën edhe ta shohe sa të e boje. Urrejtje, muhabet për një qetrin, lene atë tabihat, lene atë tabihat, bën ibadet, bën të spi, falu, dëshkoje muhabetin e këti, muhabeti ati. Ditë Arafati, dita ma e mira i muhabet për një qetrin, merë në bas shpine muhabetet që a bëjnë. Ki kështu, ki ashtu. A i këshin nis të bëjnë të thotë ditën e hedhjes gurve, këshin shku t'i fugin gurzit, e ne ishin nis a gjilerët, e tash e she hoxha njonin, i fugën ka kryja një haxhis tjetër ati. Këshin, o haxhi, ma nalë dorën, ma nalë që a gjithë a i stupi thët duhet t'a fugish. A gjithë thët, është ajo simbolike e shejtanit, ju ose e dërmove haxhin. O, thë ta dini qëfar shejtani o ki, kejtë haxhilerë thët e kita t'i këshin fugë. E shifshem me qëfar mentaliteti, edhe në qabe mundohet do thot bojë kësi sende. Do thot, kusho i mirë, kusho i kesh, tu e të kje ka ndreq vetin e vet, e ta shta ndreqe dynjan. Gjemat, le dynjan. Ndreqe vetin, edhe dhe ndreqe dynjaja. Ama ne të mundu të ndreqim dynjan, vetin e lam bas dore. Prandaj, duhet mundof me gjemat, ata që e kanë bon jetë, inshallah Allahi kabul t'ja boje. Inshallah Allahi ta bëjt mundshme, haxhilerët të shkojnë, të nisën dhe të bëjnë ibadet, të bëjnë haxhin të kompletun, si ka thonë pejgamberi alayhis salam, haxh me brur, do thotë të plotsu me këta kushtet. Inshallah Allahu Teala t'ja u lecoje se ajo ka punë, nuk është e shëtitme, është lodhje, atje ka të hecme,
atje ka mundim, atje ka djersitje. Do thot, prandaj duhet pregaditësh mentalisht, psikikisht dhe në gjitha aspektet. Inshallah Allahu Teala t'ja u mundsoje gjithve, ata që kanë qenë të shkojnë, po ata që s'kanë qenë, inshallah Allahu t'ja u bëhet mundshme të shkojnë. Inshallah Allahu Teala gjithë të cilët do kthehen të kthehen shëndoshë mirë. Inshallah Allahu Teala t'ja u pranoje haxhin dhe inshallah Allahu Teala ta bëhet mundshme që të kthehen në vendet e tyre, në shtëpitë e tyre pa gjunahe dhe pa mëkate. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.